nga vullneti a priori i kompanive përkatëse, cilët janë të disponueshëm gjithmonë që të japin rishfet për marrjen e kontratave caktume, për kryerjen e punëve apo ofrimin e shërbimeve caktume. Për elemente të veprave penale, siç është dhënia dhe marrja e rishfetit, mund edhe këtë kurdisen tendere të caktume për t'ju dhënë një kompanie përkatëse kryerja e një shërbimi, çfarë do qoftë ajo. Kjo nënkupton në radhë të parë që përfituesi me të vërtetë është i pamerituar, ndërsa dëmtuesi kryesor është buxheti i komunës përkatëse dhe në fund vetë qytetarët e asaj komune, sepse në situata të tilla kur disen tender, kur merren kontrata për ofrim të shërbimeve apo kryerje të punëve, në këtë mënyrë automatikisht nënkuptohet që edhe kryerja e atyne punëve ose ofrimi i atyne shërbimeve nuk janë cilësore, por çka është shumë më me rëndësi në Kosovë, diçka që neve e shohim çdo ditë me sytë e tanë, që s'ka nevojë me qenë as njës, as ekspert, as gjë tjetër, aspekti sasior, sepse neve kurrë nuk po marrim në sasinë e kërkuar shërbimet të cilat po i kontraktojmë me kompani të ndryshme në forma të tilla. Thua që edhe kompanitë që kontraktohen për shërbimet e caktuara, të njëjtat nuk po ju ofrojnë. Atëherë, çka po ndikon që të ndodhë një gjë e tillë? Pse bëhet një gjë e tillë? Pra që qytetarët në këtë rast nuk i marrin shërbimet për çka komuna ka kontraktuar një X kompani. Shikoni, kur është kjo çështje që lidhet me korrupsionin? Absolutisht. Kjo është një aparat i cili funksionon që nga dita kur vendoset, kontraktohet një shërbim apo një punë e caktuar, dhe sigurisht punëkryesi apo ofruesi i shërbimeve në situata të tilla kur ai është i detyruar, megjithse këtë neve nuk mund ta thojmë me siguri të plot, sepse është kriju një traditë e kësaj dukurie negative në sektorin publik komunal, jo vetëm për shkakun e zyrtarëve publik të dyshuar për korrupsion, mirë po edhe nga vullneti a priori i kompanive përkatëse, cilët janë të disponueshëm gjithmonë që të japin rishfet për marrjen e kontratave caktume, për kryerjen e punëve apo ofrimin e shërbimeve caktume. Dhe sigurisht në situata të tilla kur një kompani jep rishfet shuma të majme parash para se të merr kontratën për kryerjen e atyne punëve apo ofrimin e atyne shërbimeve, ai do të kalkuloj edhe aspektin e përfitimit financiar për veti, e që në situata të tilla dihet që një kompani e caktuar duhet të aplikojë apo të tenderoj me çmime pak më të lira në mënyrë që të ketë arsye të përfitojë edhe ligjërisht tenderin e caktuar, dhe nuk i del fitimi i pritur në atë sasi apo atë vlerë monetare me cilën është tenderuar, duhet pas parasysh tash kur ti je në një marrëdhënie kontraktuale me institucione publike e ke të pamundur shmangjen apo largimin apo manipulimin edhe të tarifave tatimore të cilat janë të obliguar të paguajnë shtetit Kosovës. Mënyra më e lehtë dhe më e mirë dhe më praktike e tyne është që të mashtrojnë apo vjedhin dhe në fund drejt për drejt qytetarin duke i ofruar shërbime jo cilësore apo duke kryer punë me sasi më të vogël se sa ata janë të detyruar.